Me ardhjen e pranverës dhe më pas të verës, fëmijët janë më të ekspozuar ndaj ndryshimeve të temperaturës, alergjive sezonale dhe infeksioneve virale që qarkullojnë më shpesh gjatë këtyre muajve, theksoi pediatria Albina Bektashi Qerimi. Ajo gjithashtu tha se edhe pse zakonisht konsiderohen stinat më të ngrohta dhe më të sigurta për shëndetin, pranvera dhe vera sjellin disa rreziqe të veçanta për fëmijët, sidomos për ata me sistem imunitar më të dobët. Gjatë pranverës, një ndër problemet më të zakonshme janë virozat e respiratore, të cilat mund të shkaktojnë kollë, rufe, temperaturë të lehtë dhe ndonjëherë edhe dhimbje fyti. Alergjitë nga poleni gjithashtu mund të përkeqësojnë gjendjen e fëmijëve dhe t'i bëjnë më të ndjeshëm ndaj infeksioneve të tjera. Në verë, ndonse ajri është më i thatë dhe ekspozimi në diell është më i madh, virozat gastrointestinale janë më të zakonshme. Këto shfaqen kryesisht për shkak të konsumimit të ushqimeve të kontaminuara apo ujit jo të sigurt dhe manifestohen me të vjella, diare dhe dhimbje barku. Për momentin aktuale janë alergjit nga poleni janë më të shpeshta ose nga alergjenët të ndryshëm varësisht prej organizmit, barkëqitjet dhe të vjellurat. Çfarë ju rekomandoni që të kenë kujdes prindërit ndaj fëmijëve të tyre, cili do të ishte të themi këshilla juaj si pediatre? Po, këshilla sidomos për ushqime, së pari për ata të cilët janë të ndishëm ndaj alergjive, domethënë së pari të largohen prej ushqimeve të cilët bartin me veti alergjen të fuqishëm, siç janë tashti dredhëzat, mjalti, propolisi, domethënë të kenë kujdes me këto lloj ushqimesh. Pasandej edhe ata fëmijë të cilët janë alergjik në natyrë, në bare të ndryshëm ose në gjëra të tjera, domethënë të mos i ekspozojnë në ato vende vetëm se ku është lehtë të dallohet. Përveç shenjave katarale që themi, ne kemi edhe ndryshime në frymarrje, të disa paraqitet edhe ndryshimet në lëkurë, mirë po një informat shumë, një anamnezi që themi ne, prej anës prindit, domethënë ndihmon shumë për të diferencu alergjit prej ftofjeve të zakonshme ose virozave të zakonshme. Mirë po edhe duke e ditë se jemi në stinën e pranverës, domethënë edhe tashti është piku i tyre më i madh, është e lehtë për mu dallu. Gjithashtu mjekja Albina Bektashi Qerimi tregoi se në këtë periudhë, cilat mosha të fëmijëve janë më të rrezikuar. Moshës 2 deri 5 vjeçare, domethënë janë këto moshat të cilët kanë më të shpeshta alergjit, si shfaqja e alergjive më e shpesht, mirë po më të rrezikuara gjithmonë besin të janë fëmijët më të vegjël, në moshën 1 vjeçare. Ajo gjithashtu tha se prindërit duhen të jenë të kujdesshëm se kur i sjellin tek mjeku të tregojnë qartë simptomat e fëmijëve të tyre. Prindin sidomos një laringit ose një reakcion alergjik është shumë traumatik. Është e çuditshme edhe fakti kur vinë këtu, edhe ju themi qetësoni se nuk është kjo asnjë gjë për prindin, domethënë është një gjë e madhe, duhen të kenë pikë së pari qetësinë, antihistaminikët në shtëpitë e tyre, domethënë loratidin ose pa marrë parasysh cilin do antihistaminik, e para është ajo që duhet japet në rastet e alergjisë dhe ajri i pastër. Qetësia dhe drejtimi deri tek ne është ajo që duhet të bëhet në raste të tilla. Mirë po, prindërit të cilët kanë fëmijën mbi moshën 2 vjeçë, kanë fëmijën e 2-3, domethënë ata duhet ta ruajnë qetësinë dhe vetëm ta dinë se për një temperaturë herën e parë, ose mbas dhënies antipiretikut për herën e parë, rast konkret temperaturë 38, i jep antipiretik edhe e sjell këtu, domethënë nuk kemi bë asnjë gjë, duhet me prit kohë me kalu diku minimum 40 minuta për me vepru antipiretiku, domethënë paracetamolin rastin konkret, për me vepru, domethënë nuk duhet me bë panik. Nëse ke dhënë antipiretik në dozën e caktuar për moshë dhe peshë, trupore domethënë nuk ka nevojë për me bë panik. Rastet më të lehta të fëmijëve të sëmurë nga klinika e pediatrisë trajtohen në poliklinikën Bit Pazar, ku tani që 3 muaj funksionon, e rinovuar tërësisht. Pika punon çdo ditë nga ora 19:30 deri në orën 7:30 dhe të dielën 24 orë, ndërsa ka në dispozicion mobilje dhe inventar të ri mjekësor, si dhe të gjitha pajisjet e nevojshme mjekësore për ekzaminim, analiza dhe trajtim të fëmijëve deri në 14 vjeç. Ne jemi këtu gati 3 muaj në këtë poliklinik. Kujdestarojmë kryesisht pediatër,
8 në rotacion, jemi për momentin aktiv. Numri i pacientave dykun sillet varësisht prej sezonës, do më thënë më herët muajt e dimrit kishim numër më të madh të sëmurëve, tash një numri është lehtësisht më i ulët në krahasim me muajt e kaluar, mirë po dykun prej varet nëse është ndrimi i natës, janë numri më i vogël, mirë po vikendeve, festave, numri është më i madh, mbi 20 arrim dikun deri në 60 pacienta brenda 12 orëve, sepse kujdestarit tona janë 12 orë. Ditëve të punës jemi nga ora 19:30 deri në mëngjes 7:30. Gjithashtu jemi edhe festa, ndrimin e ditës dhe të natës, edhe e dielën ndrimi i ditës dhe i natës. Prej kontrolës, do më thënë, të mjeku, nëse konstaton se ka nevojë mjeku për kontrolla laboratorike, pasqyrë e gjakut, cerpe dhe urin, ne këtu kemi edhe terapi ampulare, do më thënë në qoftë se janë obstruksionet, konvulsionet febrile, laringitet e ndryshme, ne këtu i trajtojmë shumicën, mos të themi 90% të rasteve, terapi inhalatore kemi, do më thënë jemi të furnizum gati se me gjithë shka që i duhet një punkti pediatrik. Pastaj sipas nevojës edhe i udhëzojmë për në qendrat e tjera. Shumë është e nevojshme, jo vetëm në këtë zonë, mirë po edhe duhet mas paku edhe 2 qendra tjera të janë të tilla, mirë po për shkak numrit të kufizuar të pediatrave të punësuar në shtëpinë e shëndetit është vetëm një punkt për momentin, po nevoja ka qenë shumë e madhe. Doktoresha Albina Bektashi Qerimi gjithashtu tha se për të mbrojtur fëmijët është e rëndësishme të kujdesemi për higjienën personale, t'i mbajmë ata të hidratuar, t'i veshim sipas motit dhe të shmangim kontaktin me persona të sëmur. Vizitat e mjeku pediatër në rast shenjes të virozës janë gjithashtu të rekomanduara për të parandaluar komplikimet. Vizitat e mjeku pediatër në rast të shenjash të virozës janë gjithmonë të rekomanduara për të parandaluar komplikimet.